Shqipëria dhe Malizi mbeten vendet lidere në rajon sa i përket përparimit të tyre drejt rrugës eurointegruese. Sipas raportit të progresit që u publikua sot nga Komisioni Evropian, të dy vendet kanë shënuar përparim të ndjeshëm në procesin e tyre të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kanë demonstruar angazhim të qëndrueshëm ndaj reformave thelbësore dhe ndaj përmbushjes së standardeve të BE-s. Shqipëria ka bërë një progres të paprecedent. 5 nga 6 grupe negociuese janë veç më të hapur, duke mbetur vetëm një, i cili mund të hapet këtë nëntor. Ky rezultat i shkëlqyer është një njohje e angazhimit të politikës së jashtme të Shqipërisë dhe aspirata e qartë e shoqërisë së saj për në BE. 91% e qytetarëve të Shqipërisë mbështesin antarësimin në BE, që është numri më i lartë nga të gjitha vendet kandidate. Komisioni Evropian pret që me këtë ritëm Shqipëria të përfundojë negociatat deri në vitin 2027. Malizi nga ana tjetër ka përmbyllur 4 kapituj negociues gjatë vitit të kaluar dhe po punon për mbylljen përkohësisht të kapitujve të tjerë deri në vitin 2025. Nëse ky ritëm i reformave vazhdon, Malizi pritet të përfundojë negociatat e pranimit deri në fund të vitit 2026. Ndërkaq përparimi i mëtejmë i Serbisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian mbetet një sfidë, pavarësisht se në raport janë përmendur disa hapa pozitiv që kanë ndërmarrë vendi për harmonizim me legjislacionin e BE-s. Në raport theksohet se polarizimi në shoqërinë serbe është thelluar në sfondin e protestave masive që po zhvillohen në të gjithë Serbinë, që nga nëntori i vitit 2024, duke reflektuar zhgënjimin e qytetarëve për shkak ndër të tjera të korrupsionit dhe mungesës së perceptuar të llogaridhënies dhe transparencës. Serbia pritet të kapërcejë ngecjen në fushën e gjyqësorit dhe të drejtave themelore në përgjithësi dhe të përmbys urgjentisht kthimin prapa në lirinë e shprehjes dhe erozionin e lirisë akademike. Sa i përket Kosovës, raporti potencon se vonesa në formimin e institucioneve pas zgjedhjeve të përgjithshme të shkurtit ngadalsoi progresin e reformave që lidhen me BE-n. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë dhe zbatimi i angazhimit të dialogut mbeten një pjesë integrale e perspektivës evropiane të Kosovës. Komisioni është i gatshëm të përgatisë një opinion mbi kërkesën e antarësimit të Kosovës nëse kërkohet nga Këshilli. Komisioni ka ndërmarrë hapat e parë për të hequr gradualisht masat kundër Kosovës që janë në fuqi nga maji i vitit 2025. Hapat e ardhshëm mbeten të kushtëzuar nga deeskalimi i qëndrueshëm në veri. Komisioni synon të heqë më tej këto masa me kusht që të arrihet një transferim i rregullt i qeverisjes lokale në veri pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale dhe deeskalimi të jetë i qëndrueshëm.